Nga nesër Maqedoninë e presin temperatura polare, shi të akut dhe borë nga Siberia. Temperaturat gjatë netëve do të bien deri -22 gradë Celsius, ndërsa temperaturat ditore do të arrin deri -10 gradë. Nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike sugjerojnë qytetarët që planifikojnë të udhtojnë me rastin e festave të kenë parasysh prognozën. Sipas drejtorit të kësaj drejtorie Oliver Rimevski, pritet të ketë rishje të borës prej 25 deri 50 cm. Ditën e njëjtë lartësia e borës do të arrijë në sasi të caktuar, që do të shkaktojnë ndryshim serioz në kushtet e motit. Gjithashtu do të kaplohet i gjithë territori i Republikës së Maqedonisë. Në vendet më të larta bora do të arrijë deri në 50 cm, ndërsa në vendet më të ulta deri në 25 cm. Sipas drejtorit të ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë Gajur Kadriut, shërbimet do të kujdestarojnë gjatë gjithë kohës në të gjithë territorin e Maqedonisë. Sipas planit veprues 2016-2017 për mirëmbajtje të rrugëve, shërbimet e ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë janë shpërndarë në 37 punkte. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor të jenë të pajisur me pajisje dimrore plotësuese. Gjatë planifikimit të udhëtimeve, qytetarët duhet seriozisht të marrin parasysh parashikimin e motit, sepse bora në kombinim me temperaturat e ulta mund të shkaktojë probleme serioze.